Përall, e qiremi shkom të kuqedra. E qirem të keqe nëna, të vjen era Helen. Jo moj nën, unë jam, ka marda gënjen. Sa do të flasim për një nga fjalët më të bukura në gjuhën shqipe, buza, dhe si arrita unë në këtë fjalë. Lexoj në internet një fjali që më bëri për të qeshur. U shkriva gazit, me thënë të drejtën. Pra, po kërkoja për fjalën byzant, dhe më del që byzant quheshin një grup indigjenësh të Afrikës, që nuk mbanin sutjena. Pra, byzant në gjuhën helene do të thotë një grua me sisë të fryrë. Byzant në gjuhën helene do të thotë një grua me sisë të fryra. Pra lexoj në internet. Me afto, to sutjen pu fëraej, tis poftun ta vyzia apekso. Që do të thotë, me ato sutjena që o mban, do t'i bien sisët për tokë. Pra në gjuhën helene, vyzia që dikur shqiptoheshte byzia, vjen nga folja byzon që do thot të fryhet. Dhe kjo është edhe në Shqip. Buzon do më thonë të kesh buz të trasha. Kjo fjalë është skriuar një lloj si fjala mizon nga myja, me kuptimin e Shqip bie shumë dëbor. Dhe nga fjala mizon vjen fjala myza në gjuhën e cakonjas dhe miza në gjuhën shqipe. Po ashtu, nga fjala vaj, më ndesh, ka ardhur vajzo për kulem, dhe prej ngëtej ka dal fjala vajze në Shqip. Pra kjo zë në Shqip është bërë diminutiv nga ky formant helen në ilirisht dhe në arvanitisht. Janë formuar një sër fjalësh të tilla në Shqip, ndërmjet të tjerave dhe fjala buz, një njeri me buz të fryra. Por në helenisht, kjo ka dhënë një grua me sisë të fryra. Tani folja mbusha në Shqip ka të njëjtën aorist si në helenisht dhe këtë e kam përshkruar në një film tjetër. Pra të dashur shqiptar, kjo është përdorur për herë të parë nga Aristoteli. Dhe ju e dini kur ka jetuar Aristoteli, dhe ai e ka përdorur këtë folje. Buo është koha e tashme dhe e busa është koha e kryer e thjesht veta e parë, një lloj si në Shqip, e mbusha. Kjo është një folje indo-europiane që gjendet në të gjitha gjuhët gjermanike, por gjendet pra dhe në Shqip dhe në helenisht, dhe gjë më e bukur është se ky infinitiv që ka dalë nga koha e kryer e thjesht ka shkuar në të gjitha gjuhët gjermanike. Gjë më e bukur është se kjo fjalë Aristotelit ishte vetëm në ilirisht, dhe Aristoteli thoshte që ilirët ishin barbar. Kjo nuk gjendet në greqisht. Kjo në greqisht gjendet vetëm si një grua me sisë të fryra, dhe byzant ishin njerëz indigjen me sisët përjashta. Pa sutjena, se ku kishte sutjena atëherë në atë kohë. Aristoteli e merr këtë fjalë nga gjuha e Homerit, po nga ta dinte Aristoteli që ilirët ishin homerik, që ne flasim homerisht edhe sot e kësaj dite. Pra Aristoteli tha që albanët dhe ilirët nuk janë helen, duhet t'i vrasim, t'i shkatrojmë, dhe kjo ide Aristotelit është e përqafuar akoma dhe sot nga qarqet reaksionare në Greqi, që janë komplet ignorant, nuk din Shqip,
nuk din gjuhën e vëllezërve të tyre, Arvanitas. Pra vetëm në gjuhën e Homerit, kjo është e busa, në shqipe e mbusha, dhe kjo ka mbetur si një rudiment në gjuhën e Aristotelit. Për fat të keq, Aristoteli thoshte, vritini ilirët. Mbushani barkun me shigjeta, dhe fjala e mbusha që përdorte Aristoteli ishte fjalë ilire. A nuk është kjo qesharake? Për fat mirë ekzistonte një shkollë paralele, shkolla e Eratosthenes, i cili thoshte që ilirët nuk janë barbar. Për fat mirë shkolla e Eratosthenes fitoi dhe në shkencën e re të gjeografisë të shpikur nga Eratosthenes në Aleksandri, u ngrit pikërisht një sistem i tërë për të zbuluar toponimet ilire jo vetëm në Hellad, por në të gjithë pellgun e Mesdheut të dashur shqiptar. Pra, e vetmja shpresë e kësaj shkolle të dëshpëruar, shkolla e Aristotelit, është politika greke. Politika reakcionare greke, e cila është komplet e verbuar nga ultrashovinizmi grek dhe nuk e din që kanë të bëjnë me vëllezër i lirë. Fjalë që ekzistojnë në gjuhën e Homerit, në kohën e tashme buo, është gjetur vetëm një herë në gjuhën e Aristotelit, e busa, por kjo është në Shqip në 16 kohë të dashur shqiptar dhe helen kudo që jeni në botë. Jemi vëllezër, more. Tani gjë më e bukur është se ky gjendet si toponim Buzi në Tepelen, po ashtu edhe në Çamëri, të pushtuar nga Greqia, dhe ata kanë përzën nga tokat e tyre vëllezërit e tyre Çam, nga lumi Thyamis, që ka formën femërore Thyamis dhe mashkullore Thyamos, vargmalet në Akarini, zbulimi im personal. Pra të dashur shqiptar, fjala buza, e cila është një diminutiv, ka hyrë në polonisht, në serbisht, ka hyrë në rumanisht, dhe është fjala më e bukur shqipe. Fjala buzë është krijuar një lloj si fjala mizë. Myja në helenisht, myzon në gjuhën e Cakonias, bëhet myza në gjuhën e Cakonias dhe miza në shqip. Po ashtu, buo e busa, buzon, dhe kthehet kjo të dashur shqiptar në vyzi dhe vyzia, që janë pikërisht emra që fillonin me b, por në shekullin e 10, b-ja u kthye në v në gjuhën helene, por ka mbetur b në gjuhën ilire, pra ne flasim helenisht, ne jemi më helen se sa vetë grekët. Pra, ne kemi formën e plot me b, buzë, ndërsa në helenisht është vuzi, dhe është dhe toponim vuzi në Hellad, por në gjuhën paralele të Cakonias dhe në gjuhën shqipe është buzi, sepse shqiptarët e shqiptojnë me b. Ne flasim një gjuhë më të pastër helene se sa vetë grekët, more. Nga kjo formë e diminutivit buzion, ka mbetur pra dhe toponimi buzi, në Shqipëri në Tepelen dhe në Hellad pranë Çamërisë. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.